Territori shqiptar për datën 20 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa dhe të paqëndrueshme, duke sjellë rreshje të konsiderueshme në pjesën më të madhe të vendit, sidomos në ulësirën perëndimore dhe jugore. Paraditja do të jetë me vranësira të dendura dhe rreshje me intensitet mesatar, ndërsa pasditja do të sjellë stuhi lokale dhe shira të dendur në zonat bregdetare dhe ato jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të ngjitet deri në 19 gradë Celsius në zonat e ulëta dhe bregdetare. Gjatë ditës pritet të ketë më pak se 3 orë diell në zonat e izoluara. Era do të frymë mesatare nga drejtimi juglindor me shpejtësi 5 deri në 7 metra për sekond, ndërsa në bregdet her pas here do të arrijë deri në 9 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar deri të lartë rreth 3 deri në 4 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 20 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 20 nëntor do të jetë në orën 6:28, ndërsa perëndimi në orën 16:25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 13 deri në 16 gradë Celsius. Kukës, 11 deri në 16 gradë Celsius. Peshkopi, 10 deri në 15 gradë Celsius. Tiranë, 15 deri në 18 gradë Celsius. Durrës, 14 deri në 19 gradë Celsius. Kavaj, 14 deri në 18 gradë Celsius. Elbasan, 14 deri në 17 gradë Celsius. Berat, 14 deri në 19 gradë Celsius. Korçë, 8 deri në 13 gradë Celsius. Vlorë, 16 deri në 19 gradë Celsius. Gjirokastër, 13 deri në 16 gradë Celsius. Sarandë, 16 deri në 19 gradë Celsius.